skena nuk të do vetëm vokal, skena ta do gjithë personalitetin. Dhe nuk po flasim për bukurinë. Ne kemi shumë artistë që i ka bota shumë artistë, ke një Barbara Streisand, ke një Edith Piaf, ti ke një absolutisht që skenikisht figura nuk t'jepte asgjë, energjia t'jepte shumë. Dhe gjithmonë ajo që kërkohet në ekran edhe në skenë është energjia, është ajo energji që përçohet dhe ti dëgjon aty, ti kujton se dëgjove mrekullin, ndërkohë ty të përçua një energji e tillë. Do të thotë që zërat bukur ka pas, do ketë vikena, as e para as e fundit. Por energjia, unë shumë shkoj ke pjesa e energjisë, prandaj them emocioni që përçohet, energjia që ti përçon, edhe pa e bërtitur atë notën e parë. Nuk do të thotë lëshova zërin unë dhe ta mbusha mendjen ty. Jo. Çfarë more ti ka unë nga ana emocionale? Sepse për shembull ti ke shumë autor që ty të shkruajnë 2 faqe të tëra të shkruar piano pianissimo, mezzo forte, piano pianissimo. Një forte të këndojnë. Vetëm në akutin e fundit që thot o Zot, po vdes. Që edhe kaq sa thash, normalisht që e ngrita më tepër se gjithë diskutimi që bën. O Zot, po vdes. Nuk është o Zot, po vdes, është gramat e fundit i atëre e lëshon atë që të jep Zotin në minutën e fundit. Po themi tani, po e kapim një çik, tani do kalojmë çik ke pjesa pasionante në fund fare, prandaj jam e lumtur se bën një këndon pa kënduar, Vikena ka vënisë na emocionove pa kënduar. Për të ndjekur episodet e plota të intervistave, subscribe në kanalin Mirela Milori në YouTube.